Zakonisht kur flasim për një krizë personale apo si të flem një lloj diagnoze, ekziston kjo pritshmëri universale për një saktësi inxhinierike. Një lloj qartësie absolute. Njerëzit e duan ata. Pikërisht. Për shembull, kur dikush thyen krahun dhe shkon në spital, radiografia e tregon gjithçka, e bardha mbi të zeza, apo jo? Mjeku tregon atë vijën e thepisur në kockë dhe thot pa asnjë hezitim që ja ku është problemi. Tamam. Dhe njerëzve u pëlqen kjo lloj qartësie. Krijon iluzionin e kontrollit. Plotësisht, domethënë, është një situatë komode binare. Është e thyer ose nuk është e thyer. Dhe ka një protokoll. Po, ekziston një protokoll i qartë se si rregullohet dhe një afat kohor i përcaktuar për shërimin. Njerëzit gjejnë ngushëllim te strukturat dhe zgjidhjet që mund të kategorizohen lehtësisht. Por pastaj kur hym në botën e krizave personale, dështimeve të thella, apo momenteve kur e gjithë jeta duket sikur po shembet. Prit, pa përdorur fjalë të mëdha. E di atë ndjesin kur çdo gjë shkon ters. E kuptoj shumë mirë. Është një kaos total. Pa pritur, ajo aparatura e radiografisë prishet. Domethënë, nuk ka asnjë kockë të thyrë për të parë, por dhimbja është e kudo gjendur. E vërtet, pamja që shohim është e turbull. Dhe nuk ka asnjë protokoll të thjeshtë rikuperimi. Dhe pikërisht për këtë arsye, sot kemi një burim, unë jam vërtet emocionuar për këto. Nuk po analizojmë një manual modern psikologjie. Jo, jemi kthyer shumë pas në kohë. Po, te një tekst i lashtë, po bëjmë një analizë të thellë të një përmbledhje të librit të Gjoelit nga Dhjata e Vjetër, i titulluar Gjoeli thirrja për pendim, gjykimi dhe premtimi i frymës së shenjtë. Është një burim vërtet kompleks. Në rregull, le ta zbërthejmë pak këtë. Do të shohim se si ky tekst, ndonse antik, vepron si një skaner perfekt për krizat njerëzore, duke ofruar hapa praktik dhe shpresë reale për çdo që ndihet i bllokuar. Dhe për ta kuptuar këtë manual, duhet të kuptojmë kontekstin e tij ekstrem. Thelbi i librit të Gjoelit vërtitet rreth një pyetje thelbësore. Cila është ajo? Si e përgjigjet njeriu thirrjes së Perëndis në mes të një fatkeqësie totale? Sepse sfondi i këtij libri nuk është një ditë e qetë dhe e zakonshme në Judan e lashtë. Jo, është mjaft dramatike. Është një krizë apokaliptike kombëtare, u shkaktuar nga një pushtim masiv karkalecash. Dhe burimi ynë thekson se ky pushtim nuk ishte thjesht një shqetësim sezonal, ishte një asgjësim total i çdo gjëje. Dëgjoj, le të ndalemi pak këtu, sepse kur njerëzit e sotëm dëgjojnë fjalën karkaleca, ndoshta mendojnë thjesht për disa insekte që prishin bimët e kopshtit. Po, një bezdije e vogël. Por ne po flasim për re të zeza që erësojnë diellin. Megjithatë, përtej mungesës së ushqimit, unë jam e interesuar të di cila ishte pesha e vërtetë e kësaj ngjarjeje për atë shoqëri specifike. Ishte shkëtërimtare në çdo nivel. Shiko, është thelbësore të kuptohet mekanizmi i jetës në atë kohë. Për Judën e lashtë, çdo aspekt i jetës sociale, ekonomike dhe thellësisht shpirtërore ishte i lidhur me bujqësinë. Pra, gjithçka rrotullohej rreth të korrave. Gjithçka. Kur karkalecat hëngrën çdo të korr, ata nuk shkaktuan vetëm uri fizike, ata sollën kolapsin e tempullit. Wow, domethënë ndaluan jetën fetare. Plotësisht. Pa grur, pa vaj dhe pa verë, nuk mund të kishte asnjë sakrificë ditore në tempull. Për mentalitetin e asaj kohe, ndërprerja e këtyre ofertave do të thoshte që komunikimi me Perëndin ishte ndërprerë. E tmerrshme. Ishte një trauma ekzistenciale, populli po përballej me idenë se vetë baza e identitetit dhe sigurisë së tyre ishte zhdukur brenda natës. Dhe kjo paralele me psikologjinë e krizave moderne është e jashtëzakonshme. A nuk është jo pikërisht ajo që ndodh sot me shumë njerëz? Në thelb po, është i njëjti kolaps. Domethënë, njerëzit nuk përballen domosdoshmërisht me insekte që hanë të korrat, por përballen me karkaleca figurativ. Është, si të them, sikur dikush humbet papritur karrierën. Atë karrierë me cilën e ka identifikuar veten për 20 vjet. Ose kalon një kolaps të papritur financiar që i fshin të gjitha kursimet, ose përjeton një thyerje masive nga një divorc. Është ai momenti kur diçka fshin me një të rënd të lapsit atë që është ndërtuar me vite të tëra. Duke ngrënë jo vetëm të korrat materiale, por stabilitetin. Eksakt, stabilitetin, identitetin dhe paqen e mendjes. Kjo është ajo ndërprerja e ofertave në versionin modern, ndjesia e plot e humbjes së vetvetes. Jam e bindur që shumë mund të gjejnë veten këtu.
Ajo që është më gjepse këtu është mënyra se si Joeli e inkuadron këtë fatkeqësi. Si e inkuadron? Sipas tekstit që po shqyrtojmë, ky shkatrim nuk trajtohet si një anomali e thjesht meteorologjike apo një ngjarje rasti. Theksohet se vetë Perëndia po e lejonte këtë si një mjet ekstrem për të tërhequr vëmendjen. Një mjet, domethënë. Po, ishte një mjet, një tronditje e qëllimshme, sepse për fat keq, natyra njerëzore është e tillë që derisa strukturat mbështetëse të jashtme nuk shemben, njeriu rrallëherë ka prirjen të zgjohet nga letargjia. Kjo na çonte një udhkryq shumë interesant. Ne e kuptojmë që fatkeqësia mund të jetë një zile zgjimi, por le të jemi realist. Të dëgjoj. Kur bota shembet, reagjimi i parë, ai biologjiku, është paniko ose dëshpërimi. Truri hyn në modalitet mbjetese. Pra, si e synon ky tekst të kthej këtë tronditje thellësisht traumatike në një reagim të dobishëm. Është një sfidë e madhe, i sigurt për këtë. Sepse nga paniku tek rritja shpirtërore është një urë shumë e gjatë, apo jo? Për të ndërtuar atë urë, teksti përdor një koncept që në teologji njihet si dita e Zotit. Dhe këtu ka një zhvendosje brillante të pritshmërive. Në çfarë kuptimi? Në traditën e lashtë izraelite, njerëzit besonin thellësisht se dita e Zotit ishte një ditë e ardhshme, ku Perëndia do të ndërhynte në histori për të gjykuar dhe shkatruar armiqtë e tyre. Pra ata prisnin që të shpëtoheshin vetë. Pikërisht. Me fjalë të tjera, ata mendonin se në atë ditë ata do të ishin të sigurt në anën e duhur të historisë, duke parë drejtësinë të binte mbi të tjerët. Por Joeli shfaqet dhe thotë ndërroni mendje. Faji nuk e kishte një fuqi e jashtme. Fajin e kishin vetë ata. Ishte një goditje madhe për egon kombëtare. Dhe kjo bie ndesh me çdo instinkt modern mbrojtës. Sot ne përdorim disonancën kognitive në perfeksion, krijojmë justifikime, mbrojmë egon ton, gjejmë fajtor kudo përreth. Ekonomia, shefi, partneri. Tamam, rrethanat në përgjithësi. Por Joeli po ua heq plotësisht këtë armaturë mbrojtëse, apo jo? Ai po thot shikni veten në pasqyrë. Pikërisht kjo është arsye pse thirrja e tij është kaq radikale. Ai thret për një zgjim të dhimbshëm. Ai nuk kërkon që ata të ankohen për rrethanat, për të kërkojnë brenda vetes. Çfarë thot saktësisht? Vargu specifik i burimit ton thekson: bini Boris në Sion, shpallni agjërim dhe thirrni një kuvend solem. Thirrja është për një zgjim dhe pendim total. Dëgjoj, këtu më lind një pikë pyetje ose më saktë një hezitim natyral. Në pamje të parë, kjo ftesë, do me thënë bini Boris, shpallni agjërim, bëni një kuvend, tingëllon si një udhëzim për të kryer thjesht rituale fetare të jashtme. E kuptoj ku do të dalësh. Le ta përdorim një analogji. Nëse unë jam në mes të një krize të tmerrshme në jetë, le të themi një falimentimi total që prek çdo fije të jetës sime, dhe dikush më thot, eja ta agjërojmë dhe të mbajmë një kuvend solem. Duket jashtë realitetit. Mua më tingëllon njësoj si ti kërkosh dikujt të lyej muret e shtëpisë ndërkohë që flakët po djegin vetë themelet e saj. Pse një performancë jashtme fetare do të sillte ndonjë dobi të vërtet praktike? Shqetësimi është tërësisht legjitim, po. Por në fakt, Joeli parashikon pikërisht këtë problem të thellë të natyrës njerëzore e cila pëlqen të fshihet pas ritualeve. Pra ai nuk po kërkonte thjesht rituale. Jo, absolutisht jo. Nëse thellohemi në thelbin e burimit, Joeli vot theksim të një frazë tjetër kyçe: ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj. Pastaj shton: shqyni zemrat tuaja dhe jo rrobat. Shqyni zemrat. E fortë kjo. Në kulturën e tyre, grishja e rrobave ishte simboli më i njohur i pikëllimit ekstrem. Ishte shumë e lehtë të grishje një rrobë dhe të bëje sikur po vuaje. Për të ruajtur aparencën publike, domethënë. Tamam, duke ruajtur fasadën, por Joeli paralajmëron se nuk ka vend për teatr ku shtëpia po digjet. Kuptoj. Pra, agjërimi dhe kuvendi nuk janë qëllimin vetvete, ato janë thjesht një hapësirë pa shpërqendrime, një lloj pauze emergjente ku bie gjithë zhurma e përditshmërisë. Pikërisht kështu. Atëherë, pendimi i vërtet, mekanizmi praktik për të rikuperuar nga një kolaps, që nga heqja e fasadave psikologjike, është pranimi i dhimbshëm, pa mbrojtje dhe pa justifikime se zgjedhjet e gabuara e kanë çuar jetën drejt kësaj gremine. Eksaktësisht. Ndryshimi i jashtëm pa një thyrje të thellë të brendshme është thjesht menaxhim krize sipërfaqësor. Dhe kjo garanton, jam i bindur, vetëm një krizë të re në të ardhmen. Pa diskutim. Por,
Kur dikush pranon se problemi qëndron brenda vetes dhe heq dorë nga përpjekja për të justifikuar veten, atëherë krijohet terreni i duhur për shërim. Edhe pse këtu ngrihet natyrshëm një sfidë psikologjike akoma më e rëndë. Po, jam shumë e vetëdijshme për këtë, sepse nëse njeriu del vërtet para pasqyrës dhe shikon dëmin e jashtëzakonshëm që ka bërë, dëm që ka lënduar ndoshta veten, familjen, Të gjithë përreth. edhe pastaj kupton thellë se karkalecat i ka ftuar vetë brenda për shkak të gabimeve, atëherë si nuk bie në dëshpërim total. Në këtë pikë duket sikur njeriu mbërrin në përfundimin se faji është shumë i madh dhe asnjë ndreqje nuk është më e mundur. Si trajtohet kjo në burimin ton? Kjo është ndoshta pika më thellësisht shpresdhënëse e gjithë këtij dorëshkrimi. Në këtë moment dëshpërimi i absolut, teksti ndryshon papritur marshin. Në çfarë drejtimi? Joeli është vendos fokusin nga thellësia e gabimeve njerëzore te thellësia e karakterit të Perëndis. Burimi thekson qartë një deklaratë rreth natyrës hyjnore. Perëndia është i dhëmshëm, i mëshirshëm dhe i ngadalshëm në zemërim. I ngadalshëm në zemërim. Po, ai nuk është një inkvizitor që mezi pret të gjejë një gabim për të lëshuar dënimin përfundimtar. Ai ofron mëshirë. Këtu bëhet vërtet interesante. E shoh se si ky përkufizim funksionon. Është diçka shumë ndryshe nga imazhi abstrakt i një gjykatësi të ftohtë që li me çekiç në dorë. Është një qasje shumë më personale. Siko, më lejo të propozoj një këndvështrim. Kjo strukturë ndëshkimi dhe mëshire i ngjan shumë dinamikës së thellë të një prindi të mirë e të vëmendshëm. Të dëgjoj, si e mendon? Imagjinoni një fëmijë që po shkatron të ardhmen e tij me veprime jashtëzakonisht të gabuara. Një prind i dashur nuk mund ta injorojë këtë, apo jo? Duhet të ketë pasoja, duhet të ketë një gjykim, sepse dashuria nuk është lejimi i verbër i skeqjes. Tamam, ka nevojë për disiplinë. Por thellë në zemrën e atij prindi, çdo pasojë ka vetëm një synim, shpëtimin dhe rikthimin e fëmijës, jo asgjësimin e tij. Zemra prinderore thyhet bashkë me të. Është një përshkrim i shkëlqyer. Dhe gëzimi i vetëm i prindit është kur fëmia kthehet dhe kërkon ndihmë për t'u ndrequr. Kështu është thelbi i këtij libri. Ky krahasim shpjegon sakt mekanizmin teologjik këtu. Gjykimi dhe mëshira nuk janë kontradikt, ato janë dy anë të njëjtës medalje, të quajtur restaurim. Restaurimi plot. Dhe ky restaurim theksohet nga një premtim mjaft specifik dhe me peshë shumë të madhe emocionale që vjon më vonë në libër. Autori thekson fjalët e Perëndis ku thot, do t'ju kthej vitet që kanë ngrënë karkalecat. Do t'ju kthej vitet që kanë ngrënë karkalecat. Wow! Si fjali, është poezia pastër. Është ndoshta fraza më e famshme e librit. Por duhet analizojmë thellë këtë koncept, nga pikpamja praktike, sepse kjo krijon një lloj paradoksi fizik. Do me thënë, nëse dikush ka shpenzuar 10 vjet të jetës së tij në një varësi shkatruese. E drejtë është. Ose në një karrierë të vdekur që e ka konsumuar, apo në marrëdhënie toksike. Koha kronologjike ka ikur, është harxuar. Koha fizike nuk udhton dot mbrapsht. Sigurisht që jo. Atëherë si mund të premtoj ky tekst që vitet do të kthehen? Çfarë ofrohet në të vërtetë këtu për dikën në krizë? Nëse e lidhim këto me tablon e gjerë, është një pyetje thelbësore. Rikuperimi i përmendur nuk ka të bëjë me udhëtimin në kohë ose fshirjen magjike të ngjarjeve të së kaluarës. Atëherë çfarë është? Teksti e orienton vlerën e thellë jo te vetë rrjedha e kohës, por te vlera, kuptimi dhe fryti i asaj kohe. Koncepti këtu është rritja pas traumës, e ngritur në një nivel hyjnor. Pra transformimi i traumës. Po, premtimi thekson se Zoti mund ta marrë atë përvojë të errët, atë tokë të djegur e plot dështime, dhe ta transformojë në një thellësi urtësie, ndjeshmërie dhe force, që njeriu nuk do ta kishte patur kur përndryshe. Aha, e kuptoj. Është tamam si ai parimi i pyjeve që ripërtërihen pas zjarrit. Ësakt, një shembull perfekt. Zjarri pyjor shkatron çdo gjë që ka qenë. Djeg lëvoren, drurin, gjethet, fshin me ngut dekada të tëra rritjeje. Por vetë hiri i atij zjarri thellësisht shkatrues kthehet kimikisht në plehun më të fuqishëm për të mbjellë një pyll të ri. Që rritet më i fortë. Një pyll që do të rritet shumë më i dendur se ai i pari. Jeta e re ushqehet pikërisht nga pasojat e shkatrimit të vjetër. Ky është një thelb tritërues. Është mesazhi plot i shpresës. Do të thotë që dëmi, vuajtja dhe vitet e humbura nuk janë domosdoshmërisht si themi një dënim i përjetshëm. Në një jetë të restauruar, ato gabime kthehen në themelin e një bolloku të ri të jashtëzakonshëm.
Dhe për cilin do që mendon se ka shkuar shumë larg apo ka humbur shumë kohë, ky është lajmi më mbreslëndës që mund të jepet. Vlera e një jete nuk matet vetëm me atë që është ndërtuar pas një gabim. E vërtet. Matet edhe me atë që është rindërtuar me themele të reja. Sidoqoftë, pasi pranohet e gjithë kjo bukurisht, mbetet një regjit praktik, një kurth i madh përpara. Le të thellohemi pak te ky kurth, sepse unë jam e bindur që thelbi i natyrës njerëzore është i paqëndrueshëm. Jemi të prirur të kapemi pas premtimeve gjatë natës kur ka stuhi. O, patjetër, atëherë lutemi më shumë. Kur jemi në vështirësi, premtojmë që do të ndryshojmë gjithçka. Por pastaj mbaron kriza, bie dielli, apo jo, ujërat tërhiqen dhe pas pak kohësh njerëzit priren të kthehen fshehurazi tek të njëjtat zakone. Tek e njëjta shtëpi e dobët që i ftoi karkalecat në radhë parë. Pikërisht. A parashikon burimi ynë ndonjë mekanizëm për ta ndalur këtë riciklim të krizës? Domethënë, çfarë ofrohet për të ruajtur këtë gjendje në afatgjatë? Teksti vërtet e parashikon këtë, dhe përgjigja ndodhet në pjesën e fundit të librit të Joelit. Kjo përfaqëson një nga inovacionet më të mëdha teologjike të asaj kohe. Për çfarë bëhet fjalë? Burimi ynë flet për një profeci ku Perëndia premton: do të derdh frymën time mbi çdo mish. Përveshjen e sotëm mund të mos stimuloj kaq tronditse, por në botën e lashtë ky ishte një premtim shumë radikal. Pse ishte radikal? Sepse në dhjetën e vjetër, fryma e Zotit u jepej kryesisht vetëm individëve të caktuar, me funksione elitare, një mbreti, një profeti, apo një komandanti për të përmbushur detyra shumë specifike në një kohë të kufizuar. Joeli thekson se ky nuk do të jetë më një ekskluzivitet. Mbi çdo mish. Kjo fjalë përfshin një universalitet të jashtëzakonshëm, ai po heq të gjitha barrierat e statusit apo elitizmit. Të gjitha, pa përjashtim. Ky është demokratizimi i pranisë hyjnore. Nuk bëhet fjalë më për dikë që duhet të jetë në një pozitë pushteti. Fuqizimi po afrohet burrave, grave, të rinjve, të moshuarve. Eksaktësisht, dhe analiza historike thekson se ky premtim u realizua në atë që njihet si dita e Pentekostit. Por rëndësia praktike sot është se ky nuk trajtohet si një veprim historik i mbyllur. Është ende i hapur. Është një realitet i vazhdueshëm. Fryma e shenjtë në këtë tekst ofrohet si një forcë e brendshme dhe e përditshme. Ai shërben si një motor thelbësor që mban të gjallë transformimin në mënyrë që njeriu të mos mbetet jetim, duke u mbështetur vetëm në fuqinë e vet të vullnetit. Pra çfarë kuptimi ka e gjithë kjo? Që vullneti njerëzor nuk mjafton. Plotësisht i pamjaftueshëm në afatgjatë. Fuqia e vullnetit njerëzor është e njohur për skadencën e saj të shpejtë, ndërsa fryma ofron një prani dinamike, një burim force dhe drejtimi që mund të parandaloj vërtet rikthimin të njëjtat modele shkatruese. Kjo është e vetmja mënyrë për ta bërë ndryshimin të qëndrueshëm. Atëherë, le të bëjmë një përmbledhje të shpejtë. Nëse analizojmë rrugëtimin që ofron ky burim dhe e përkthejmë për njeriu që sot ndodhet i mbytur në vështirësi, shohim një strukturë shumë të qartë. Nga njohja e dëmit të rënd, kalohet e kuptimi që zgjidhja nuk është fshesja. Është pranimi total. Thirrja është për të hequr çdo mbrojtje dhe justifikim, për të darë zbuluar, me zemër të thyer, duke pranuar nevojën për mëshirë. Dhe nga aty zbulohet se pas gjykimit të nevojshëm, fshihet thelbi i një prindi i cili mezi pret të restaurojë çdo pjesë të rënuar. Një përmbledhje e përsosur e thelbit. Dhe në fund, asgjë nga këto nuk lihet në mëshirë të fatit apo të vullnetit njerëzor, pasi dhurohet një forcë udhëzuese, fryma e shenjtë, e gatshme për të mbajtur çdo individ. Kjo strukturë, me gjithë pikat e saj, vërteton se si ky libër vazhdon të mbetet një model klasik. Është një nga tekstet më gjithëpërfshirë se për udhëheqjen njerëzore përgjatë krizës, duke ruetur të ekuilibruar si shpërsinë së vërtetës, ashtu edhe thellësinë e shpresës. Një balancë perfekte. Ajo çfarë mbetet është thjesht refuzimi i letargjisë. Hapat mund të jenë radikal, por mbeten të hapur dhe të praktikueshëm në çdo rrethan. Është vërtet një manual i thellë, një udhërrëfyes që nuk tenton thjesht të pastrojë ngjarjen, por të ristrukturojë njeriu. Sigurisht që kërkon kurajo të madhe për të përballur me realitetin ashtu siç është, pa filtra, pa justifikime. E vështirë por jetike. Dhe pa e zhvendosur gishtin tregues tek të tjerët, por përfitimet e atij sinqeriteti duket se janë vërtet transformuese. E gjitha kjo çon në një reflektim të rëndësishëm, një mendim përmbyllës të cilin ky tekst e ofron,
në mënyrë të natyrshme për t'u shqyrtuar nga cili do. Kjo ngre një pyetje të rëndësishme. Pikërisht, cili do të ishte ky këndvështrim thelbësor që mbetet nga e gjitha analiza jon? Rëndom ekziston mendimi se shkatrimi total, ai niveli i fundit i humbjes ku e gjithë jeta duket sikur është zhveshur dhe ngrënë nga problemet dhe dështimet e së shkuarës, përfaqëson thjesht një varrezë për të ardhmen. Shumë e shohin ashtu, si fundin i gjithçkaje. Por e gjithë kjo analizë shtron një pyetje të kundërt. Po sikur ky peizazh absolutisht i zbrazët, ku janë shembur mbështetjet e rreme, krenarit dhe fasadat e dikurshme, të mos jetë fundi. Po sikur të jetë një fillim. Tamam. Po sikur kjo fushë e zhveshur thellësisht, krejtësisht e dëshpëruar në pamje të parë, të jetë në fakt e vetmja tokë e pastër. Toka më perfekte, ku Perëndia është i lirë dhe i gatshëm të mbjellë një jetë thellësisht të re. Një jetë që ishte e pamundur më parë. Eksakt. Një jetë të pasur e të plot, që thjesht nuk do të kishte gjetur kur hapësirë për të mbirë, ndërkohë që toka ishte ende e zënë nga barat e këqija vjetra. Ndoshta momenti i fundit të rrugtimit është pikërisht i vetmi rrip fillimi që ka rëndësi. Zgjedhja mbetet vetëm rreth mënyrës se si i përgjigjet njeriu kësaj thirrje të pastër. Vërtet diçka e jashtëzakonshme për të menduar sot, një perspektivë që e përmbys plotësisht mënyrën se si e shohim krizën tonë më të thellë.